Lani këmbët me ujë të ftohtë çdo natë, ja çfarë i ndodh trupit tuaj. Specialistët kanë zbuluar se çdo mbrëmje, pasi të shkoni në shtëpi pas një dite të vështirë në punë, lajini këmbët me ujë të ftohtë dhe kjo do të sjellë dobi shumë të mira për trupin tuaj. Një blogere vendosi ta provojë dhe sot ai ndau përvojën e tij me ndjekësit. Sipas Sergej, specialist, është shprehur se kjo metodë thjesht do ju ndihmojë të forconi gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Përdorimi i kësaj teknike çdo mbrëmje do të ndihmojë në relaksimin e trupit tuaj. Kur ju duhet t'i mbani këmbët në ujë të ftohtë për 10 deri në 15 minuta, pas kësaj vishni çorape të ngrohta dhe flini gjumë, pasi kjo mënyrë do të rezultojë mjaft efektive në rritjen e sistemit imun. Specialistit ka treguar se kjo teknik do të stabilizojë temperaturën e trupit, redukton rrezikun e goditjeve në tru, stabilizon nivelin e presionit të gjakut dhe gjithashtu do të japë rezultate fantastike në rritjen e cilësisë së mirë të gjumit.